për shkëputjen e Kashmirit nga India dhe bashkimin e Kashmirit si një tokë historike e Pakistanit. Dhe nga ana tjetër, Pakistani akuzon shërbimet sekrete indiane sikur e kanë kryer këtë akt terrorist për arsye për të sjellur një konflikt në atë zonë. Ndërkohë India më pas ka mbyllur portat e lumit Indus, i cili përdorej sipas një marrëveshje të viteve 70 për furnizim me ujë të dyja shteteve, dhe në këtë kontekst duket sikur është një luftë më tepër proxy e fuqive të mëdha. Nga njëra anë është SHBA-ja që mbështet Indinë në krahun e Indisë dhe kemi Kinën në krahun e Pakistanit. Duhet të thonë që edhe Kina ka konteste territoriale në raport me Indinë dhe është e interesuar që të ketë një përplasje direkte me Indinë, që dita ditës flitet se mund të jetë edhe një pol i cili mund të zëvendësojë ekonomikisht Kinën, duke patur edhe krah punëtor të lehtë. Kur them mund ta zëvendësojë, jo në aspektin teknologjik, sepse dihet niveli teknologjik i Republikës Popullore të Kinës, por në aspektin e krahut punëtor. Nga ana tjetër kemi një Pakistan i cili është i lidhur ngushtë me Kinën. Kemi një Pakistan i cili është lidhur ngushtë me Turqinë, ndërsa India pastaj është, si thua, një shtet i cili interesat e saj të ngushta i ka lidhur me Izraelin dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri ku e shikon të shkojë ky konflikt? Po, ekspertët ndërkombëtar flasin se ky konflikt për 72 orë mund të eskalojë në luftime direkte midis ushtrisë Pakistanit dhe ushtrisë indiane. Duhet të thonë që të dyja ushtri disponojnë kapacitetet jashtëzakonshme bërthamore, nuk bëhet fjalë vetëm për një betejë mbase konvencionale, por mund të kemi edhe një eskalim situatës. Shpresojmë që jo, sepse në ato zona banojnë rreth 2 miliard njerëz, pothuajse çereku i botës, i popullsisë botërore, dhe në këtë aspekt duhet parë rrjedhat dhe dinamikat e ngjarjeve. Qartë, përveç konfliktit brendshëm, çfarë do të krijonte në zonat përreth, le të themi, apo edhe në aleatët e tyre, ne i ndam India me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Pakistani me Kinën edhe me Turqinë. Po, është pasojë një lufte, domethënë, po, ndër vite. Është një pasojë një lufte, një konflikti që zgjat pothuajse për 80 vitesh, edhe teza për kalimin e Kashmirit nga territori indian në territorin pakistanez është një tezë e cila qarkullon hera herës, por edhe për çështje të konsumit të brendshëm politike nacionaliste të dy vendeve. Po, të aleatët e dyja vendeve si do të ndikonte, nëse do të ndodhte kështu një përshkallëzim për 72 orë? Mund të absolutisht është një konflikt i largët për sa i përket anës gjeografike, por flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por konflikti është në dyert e Kinës. Dhe kjo mbase do ndikonte negativisht në Kinë për ekonominë kineze, por duket se Kina nuk besoj të rrijë duarkryq, sepse ka konteste territoriale me Indinë, kështu që do gjetë edhe ajo rastin për të ndërhyrë në Himalaje. Dhe këtu çfarë nën kupton? Këtu nën kuptojnë për një tezë ekspansioniste kineze në drejt Indisë. Edhe mund të ndodhi, ka shanse të ndodhi. Qartë.